Përshëndetje, përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush tashmë për të ndarë lajmet më të fundit. Do doja fansat e Eglit, ku janë fansat e Eglit? Do doja fansat e Eglit sa më shumë viral ta bëjnë këtë videon. Ore ju ka myt halli, juve që nuk e doni Eglin, ju që e urreni Eglin, ju që jeni të mlefosur ndaj Eglit, sepse Egli ka sukses. Egli është e dashur te publiku, Egli ka fanbase të gjerë. Ju ka mbyt meraku, ju ka mbyt halli, çfarë u bë me Eglin, pse s'këndon Egli, pse nuk sjellën këngë Egli, ku është fati i Eglit. Egli është duke punuar me intensitet shumë profesional. Më pëlqen sepse suksesi është në momentin kur ti energjin tënde e fokuson apo e kanalizon në një rrugë. Dhe Egli Tako, energjinë e saj e kishte kanalizuar deri më sot tek emisioni, që në fakt ka sjell një emision jashtëzakonisht të suksesshëm, ka pas një emision fantastik, do me thënë 2 sezona, me talentet në shtëpi dhe me emisionin e saj të parë, Egli Tako shëndriti në Top Channel. Tani, Egli është duke punuar, ajo në Instagramin e saj ka ndarë një story që ka bërë lëmsh publikun, si mendon Tirana, është këngë kjo, a është fotosesion apo çfarë po ndodh. Tani ne shumë duam që të jetë këngë, do me thënë ka shumë ndjekës, shumë fansa, shumë njerëz të cilët e mbështesin, e duan, i dhurojnë pozitivitet Eglit, zërit të saj fantastik, por ka edhe nga ato që në fakt mendojnë që është një photoshooting. Është e vërtet, janë fotografi profesionale, do me thënë Egli është duke bërë një set fotografik, si që duket e bën për një kompani me fustane të gjata, reklam për fustanet e kësaj kompanie, që kjo kompani, apo kjo dizajnere, apo atelje, varet se çfarë është, ka përzgjedhur Egli Takon si figurën kryesore për të bërë reklamën e madhe tashmë të sezonit veror 2026. Egli duket shumë e lumtur, duket shumë pozitive, do me thënë avash po i merr gjërat në jetë, por me shumë sukses dhe duket që te publiku sjellën vetëm adrenalin edhe dashuri. Kjo lëvizja e Eglit është pritur pafund nga fansat, do me thënë menjëherë kanë filluar hamencimet, por unë doja t'ju qetësoj, me patjetër që Egli do të sjellën projekte, ju e dini shumë bukur që Egli ka punuar projekte dhe është duke i menaxhuar për t'i sjellë te publiku. Nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë që Egli largohet muzikës sepse është arma më e bukur që Egli t'i ka dhënë dashuri. Por nga ana tjetër, Egli sjellën edhe këtë të ashtu quajturën fotosesionin që besoj të gjitha gratë shqiptare që tashmë janë në dilemë se ku do të gjejnë fustane, do të inspirohen nga Egli për të dukur të bukura në netët glamur të tyre.